Një fluks I lartë të mjetësh, kryesisht me targat e Shqipërisë, është regjistruar në 24 orët të fundit në pikën e kalimit kufitar të Vërmicës në kufirin Shqipëri-Kosovë. Ky fluks ka shkaktuar rradhë të gjatë automjetesh. Qytetarë të shumtë nga Shqipëria po shfrytëzojnë pushimet e festave të Vitit të Ri dhe fundjavën për të udhëtuar drejt Kosovës, kryesisht për të pushuar në zonat turistike malore si Prevalla dhe Brezovica, të cilat aktualisht janë të mbuluara nga bora dhe ofrojnë kushte të favorshme për turizmin dimror. Autoritetet kosovare të doganës në Vërmicë po punojnë me të gjitha sportelet e hapura, megjithatë fluksi I lartë I mjeteve mbetet I vështirë për të përballuar. Në radhë ka dhe automjete me targa të huaja, të cilat ndryshe nga mjetet me targa të Shqipërisë dhe Kosovës, I nënshtrohen kontrolleve më të detajuar, çka ndikon në zgjatjen e pritjes në kufi. Fluksi I lartë mjetesh është shënuar edhe në doganën e Morinit si pasojë e kthimit të emigrantëve kosovar për në vendet europiane ku jetojnë e punojnë pas pushimeve që kaluan në Kosovë për festat e fundvitit.